Një tjetër post big në mbledh në studion tonë për diskutuar se çfarë ka ndodhur një ditë më parë, 24 orë më parë, dhe ka pasur shumë dinamika. Në fakt, unë do ta nisem më një herë me takimin e fortë që pati Brikena me TM-ën, e cila le ta quajmë ka qenë një nga momentet më të bukura dhe më emocionale, por që i dha kuptime dhe marrëdhënies mes Brikenës dhe Mateos. Kështu që le ta shohim pak si një marrëdhënie që po formozohet ndryshe dhe ta nisim komentin në post big me këtë çift pëllumbash. Si duket çifti Brikena Mateo Dasara? Unë jam gjithmonë më e zellshme për të folur kryesisht për Mateon më shumë se sa për Brikenën, po janë që më afër dashurisë. Jo, po jep një shembull të mirë, prandaj edhe po jep shembullin e një djali për cilin Shqipëria ka nevojë me Mateon. Edhe gjesti që bëri në fund kur takoi maman ishte vërtet një gjest prej gentlemani. Mendoj që ka qenë e gjitha e kopsitur nga ana produksionit sepse dinin që do ta godisnin me rrëfimin që përmendte familjen dhe në fakt u rrënua Brikena. Dhe pastaj i nxorën maman pikërisht për t'i metabolizuar ato emocione që ajo kishte. Kështu që ishte e përgatitur mirë në një lloj forme. Nuk besoj që kjo mund të sjelli patjetër ndryshimin e qëndrimeve të Brikenës kundrejt Mateos, por mendoj që Mateo tani nuk ka patjetër nevojë për Brikenën, sepse ka krijuar atë që Mateo mbrëm edhe kuptoi që nuk ka asnjë shans me Brikenën, apo ai vazhdon me idean të shpresojë. Dgjoj, kot nuk të shpresa vdes e fundit. Ai do mundohet, do tentoj, por më sa kam parë unë, Brikena domethënë nuk besoj se do ketë hapësirë dhe mundësi që ato të kenë një flirt aty brenda shtëpisë. Jashtë pastaj nuk di çfarë të them, por aty e shoh Brikenën të fokusuar tek loja, për sa i përket Mateos, po mirë, shumë një pyetje, se ti thua Brikenën është të fokusuar te loja, po loja vetëm e Brikenës, për së vërtetës, është Mateo. Se Brikena në atë shtëpi që kur ka hyrë, nuk ka asnjë dinamik tjetër përveç Mateo ka hyrë me vonesë dhe Mateo e ka çakorduar pak me hyrjen e tij, sepse normalisht ai nuk e priste. Edhe i erdhi çiksi si ju kthye si deja vu e gjës. Shikoj, më thoni atëherë ose atë gjejmë një moment që Brikena ka dalë në një prime përveç Mateos. Para se të hynte Mateo, Brikena ditë në prime me debatet që bënte. Kishte debatet me Mirin, kishte debatet me Selin që kishte debate. Unë jam dakord me këtë. Kishte debate, por ndoshta nuk i ka pasur të tipit debate të ulurit në tërësi tani që në sy. Në tërësi tani që ka kaluar një muaj, Brikena është vetëm ajo vajza që ka e vetmja dinamik që ka ndërtuar aty brenda është se sa e ndershme është ajo. Kaq. Dhe faktikisht do ta ruaj këtë imazhin e ndershmërisë së saj. Dhe insistonte kjo. Mua ajo që s'mpëlqeu di në raport me të, nëse mund të themi kështu, ishte ajo agresiviteti me të cilin u drejtua një moment Mateos, ku i ftoshte kaq pik, mos e përmend familjen, kjo zakonisht edhe në psikologji kjo është e shpjeguar shumë thjesht. Momenti që ti njerëzit i prek tek e vërtetat, tek ajo që nga një dhëmb, ato ti tërson, fillon ajo arroganca. Po pse i dhëmb kjo puna e familjes? Po sepse nuk do ta Dasara ai vjen nga një provincë e Kosovës, ku mentaliteti është shumë domethënës. Dhe ato e vret fakti se si mund ndjen dhe si mua ajo më duk shumë emancipuar dhe realisht më duk sikur kjo e zmadhon vetë një gjë që nuk ka pse ta zmadhojë shumë, sepse erdhi shumë natyrshëm te çfarë pritet ti që të bënte ama për shembull. Edhe pse s'ka pasur gjë, edhe pse ajo puthje që është për folaj shumë nuk është gjë. Kemi parë babain e asaj që ishte me Jozin vitin e kaluar që nuk është se kishte në një. Ajo i dha, okay, madje dhe Mateos. Po i tha bravo, edhe sot në fan club. Mateos, më pëlqeni shumë. Je djalë shumë i mirë dhe kam shumë respekt. Ajo pak fjalë i tha vajzës vet, vazhdo. Se na çmena. Inshallah se ka çakordu më shumë. Po edhe në fan club njëtën deklarat bëj që Mateo shumë çuni mirë, tha, nuk është se kishte në tendencë domethënë mos pëlqimi ose mos dashamirësie ndaj veprimeve që ka bërë Mateo. Po mbase familja tani e ka njohur aty brenda Mateo në një këndvështrim tjetër, ta ketë më vërtet sepse nuk është. Kurse më përpara mund të kenë pasur ato iderat mund të ketë qenë shumë e vogël se nuk e di çfarë moshe ka tani Brikena, kurse tani është më e rritur, më e pjekur për të vendosur. Në atë moment familja ka menduar që ishte më mirë të vendosnin ata për të. Mund të ketë shumë arsye. Që Brikena mund të ketë në gjë jashtë. Edhe ndoshta kjo është ajo që ma pak të frenuar atë dhe nuk do të Një pyetje, Mateo dhe Krusita u qercua gjë, kanë pasur diçka, njohje deri ku ka shkuar njëra e tyre? Ajo ka pranuar që njihen,
Po këtë e di, po u tha që kanë pasur një lidhje apo një... Po është përfolur shumë për një flirt të atyre dyve, sigur kanë pasur një lidhje të voskët, po se sa është e vërtet. Unë them që kanë qenë thjesht në të njëjtën palestër, edhe vetëm kaq, sepse dhe qëndrimi i Krusitës për marrëdhënien e të dyve, për mënyrën si u shpreh, mu duk shumë i qetë. Ka Krusita ndonjë premisë që të bëhet lojtare? Mu më duket shumë e vakët, ndërkohë që do të ishte ndezur ndryshe nga banorë që hyri një herësh me... Hyri Bebigjia mbrëm edhe ndezi. Sidomos me spërkatën që bërë Bebigjia është një personazh, duhet kujtojmë që personazh që e ka provuar dhe reality, dhe kjo nuk është pak, ka qenë një tjetër reality edhe kjo është një lloj eksperiencë, plus është dhe një personazh që është vjen nga një tjetër lloj modeli. Është komentuar shumë dhe një marrëdhënie pak, po e themi, humoristike ose gazmore mes Krusitës dhe Kristit. Ka këtu ndonjë... Po isha i pari, po e qerë sepse nuk e di a ishte tip, a ishte Monika. Kristi, kur hyri Krusita në erën e parë, po shikonte nga kokat e këmbët dhe ishte një shikim admirues për Krusitën. Kryesisht e këtë pasmet. Eksakt. Ka një pëlqim mes Kristit dhe Krusitës sepse reelsat apo shortsat që po qarkullojnë duket sikur po i... Ai sa ka lidhje një marangos me bisturin, mund të kenë lidhje Krusita me... Po se s'ka, nuk i shoh fare, domethënë duke parë tipin e Krusitës nuk ka lidhje fare me Kristi, mund ta ketë qef. Me thënë Meridiani mendon që duhet një macho man, një bad boy, ja? Dëgjoj, Krusitës duhet i çunë çikmo. Qartë. Kështu që nuk... Po, mirë, ishte thjesht një ngacmim për këtë. Veç çiftit Brikena Mateo që e diskutuam, pas shumë nervoz mbrëm edhe Mjerin, në fakt nuk e kisha parë ndonjëherë aq nervoz, në marrëdhënien me Rogertin, domethënë do hym tani në fazën e një komenti për Rogertin dhe këtë çoroditjen që ai ka bërë shtëpisë. Si do komentonim atë që ka ndodhur? Me shumë drejt fakt, sepse pra shkosa Rogerti shkeli komplet biznesin e kuqe, për mua ka kalu komplet anën njerëzore, ai nuk është më loj. Momenti që ti vazhdon përmend familjen dhe aq më tepër fjalën incest, që ai nuk e dinte as mirë se si. Nuk ja dinte të fjalës. Është ajo që ka njeriu në mendje tha. Për një veprim të keq. Dhe e bukur është më pëlqeu dhe shpjegimi se si i bëri dhe Selina për fjalën që ishte thënë Selina, se po të ishte motra ime, pra ai është munduar të lozi, më ta mirë që e futi thikën, po edhe e përdritë gjatë gjithë kohës, pra që t'i dhëmë të sa më shumë. Po kërkoi dhe falje pastaj në fund. Kërkoi falje, po ka vazhduar sot prapë me teta tragime, ka vazhduar sot prapë me ofendime dhe nuk e di se sa mund kërkosh falje kur ti, pra hajde të vrasun ty drini, po shpëtove, po them fal, po shpëtove. Po mirë, mund të themi që dështoi kjo tentativa e tij për t'i nxjerrë banorët nga vetja? Unë mendoj që Rogerti duhet kishte dalë që mbrëm. Edhe që është dështimi më i madh i këtij edicioni të Big Brotherit për mua. Deri tani, se domethënë në kuptimin që po patë dhe më keq se ai nuk e di domethënë. Vëmendjen. Ne mund të jemi duke ne tu, dëgjojmë një gomar që plet atje dhe na tërheq edhe vëmendjen. Kjo do të thotë që po bën gjëra. Pra, tash e marr me vëmendje siç po e merr Rogerti, duke u marr me familjarët, duke sjell informacionet e pafundme në shtëpi, domethënë që për mua do të kisha një jozar fizik, ose di çka ka në gjë mozese zeza. Si mund ta kuptojmë këtë sjellje të këtij personazhi? E di që mund të jetë pa kuptim, dhe mbase nuk ka nevojë për shpjegim se ajo që duket, po çfarë më bëj që të bëj ky? Në qoftë se kur hyri atë natë dhe mori me yrysh, si thon tiranësit, nuk po arrija të kuptoja akoma kush ishte ky personazh, gjatë prajmit mbrëm e kuptova shumë qartë se kush është ky personazh. Kush është ky personazh? Ignorant. Sepse ka nivel të theksuar ignorance, për moshën që kam duket absolutisht jashtë logjike papjekuria e tij. Edhe kur llogaris pastaj s'po themi që është familjar, baba, fëmish, dhe aq më tepër që pas ka një fëmijë vetë, mos arrit të kuptoj se deri ku është caku. Duket e di si është puna, vjen gati ndot që duhet ta komentoj atë personazh. E di pra, po duke qenë se vet Big Brother u mor për gati siç e tham një orë me gjithë dinamikën që ai ka bërë, nuk kemi si ta shmangim. Është vërtet, më thon një personazh që ka arritur të debatojë me gjithë shtëpinë pa përjashtim. Nuk mund të jenë gjithë negativ. Pra të gjitha ajo shtëpi dhe më e bukur dikush ishte kur u bë pyetja nga Ledioni, keni personazh të preferuar tha që ti mendon që ka bërë lojë të bukur, kush është? Casey. Tashi që aty, domethënë unë kisha vendosur që mos ta përmendja fare, po që aty ja vura vule domethënë
komplet totalisht tash ky që ka Po e zgjodhi kesin sepse ka pasur edhe një marrëdhënie të afërt. Jo, ti zgjodh Drini, është ajo që ti zgjedh gjithmonë shoqërinë tënde zgjedh të kesh të ngjashme, të përfaqësojnë atë që ti përfaqëson. Kështu që ato mendojnë se përfaqësojnë njëri tjetrin shumë mirë në çdo gjë, edhe kanë gjetë fikse të ngjëra kapakun, janë njësoj besoj. Cili është po themi shqetësimi më i madh që ka tani një personazh relativisht i fortë në shtëpi si Miri? Dua të ndaloj pak tek Miri si personazh. Ai kemi lënë pak, jo me jashtë vëmendjes, po dhe t'i japim pak një hapësirë komenteve për Mirin. Dëgjoj, shqetësimi më i madh i Mirit është fakti që po i sfumo dhe po i marron pjesa e lojës me Selinën. Mbrëm mbas prajmit vonë, në mëngjes vonë e ka thirrur prapë Selinën për të hyrë në krevat dhe Selina i ka vajtur edhe një herë në krevat, sepse e shikojnë që me sa kuptoj unë ato e kanë kuptuar që prajmi nuk e marrin dot ndryshe. Pra kërvati është ajo që i kthen të gjithë kohën në plajm. Dhe unë mendoj kthimi i Selinës mbrëm vonë rreth orës 4 mëngjesit në krevat. Po thua kthyer në çkuptim që do të ushtrin aty bashkë. Unë nuk e pash më pastaj, a kanë vazhduar që po u kthye edhe një herë te kërvati dhe ushtri dhe u mbulua aty prapë. Pastaj kur janë zgjuar mëngjes nuk e di tasaj. Po mirë, një pyetje. Sotëm se duhet të shtojnë gjë për krevatin. Ky Big Brother i sotëm i këtij viti duhet të them është gjithë i përqendruar te krevati, se te Baby Gia i thoshte Joelis dua të fle me Brikenën edhe diskutonte krevatin, në Joeli ai thoshte unë nga krevati nuk do. Ftoi Brikena e para në fakt po. Nuk e pash këtë pjesën, po domethënë nuk e di pse domethënë është kthyer në dinamik vetëm krevatin. Ky është Big Brother i krevatit. Mirë, domethënë ti thua që Mirit vetëm dinamik për momentin ka këtë çështën me Selin. Po Selina ka të vetëm dinamik Mirin? Dëgjoj, Selina mundohet të kapet me gjithë. Ajo çfarë ka çakurduar dhe ka prishur lojën Selinës është, unë kam thënë, është hyra e Gertës. Kunata, ajo e prishi sepse tash aq më tepër te ky Genardi që hyri. Rogerti. Unë i them Genard fare. Okej, po që njerëzit ta kuptojnë se. Sepse edhe ky po e çakurdon mënyrën se si po e flet. Për ta kuptuar se si ajo shikohet jashtë, pra njerëzit po e gjykojnë jashtë për lojën se si po bën, që është futur mirë në krevat. Pra këto janë informacione që ty kur je aty brenda, mas një muaj nuk duket fakt që është Selina shumë ndikuar nga kjo pjesë, duket se ka qartësuar, madje është ndikuar Drini sepse prandaj të thash, Selina bëri një gjë shumë të shëmtuar nga Taka që donte t'i binte në prime, të nesërme pastaj. Jo për çështjen me Rogertin, është ndikuar për informacionet që mund t'i ketë sjellë. Po, sepse ajo filloi të shkrihej me Rogertin. Do të thotë që Gerta një herë, Rogerti herën e dytë, ajo ka filluar të kuptojë që diçka çalon në këtë histori që e bën negative. Në qoftë se deri tek Gerta, Selin mendonte, po mirë, pas kam një imazh, do të thënë diskutohet kjo gjë e krevatit jashtë dhe katë që se pëlqejnë, po të paktën po bëhet zhurmë dhe jam në lojë. Me Rogertin ka filluar të shqetësohet dhe më tepër se duke qenë një personazh që nuk e ka të afërt, ajo me gjithë negativitetin që ushqen ndaj tij, nxitet që të shkrihet përballë tij. Sikur Rogertit mos jetë vërtet ky që po shohim. A keni menduar ndonjëherë sikur ky të jetë një provokues në ekstrem dhe të shohim një Roger tjetër ekziston? Jo, sepse e tregoi Prime mbrëm. Që niveli i tij është shumë i ulët. Dhe ka vazhduar po të njëjtën lojë sot, atë shumë mendoj edhe unë. Nuk kam një përshtypje më të madhe se kaq. Maksimumi që mund të bëjë ai është të ofendoj, të arrit kapi limitet e çdo njeriu, por nuk e di, do doja kishte përballë dikë që ta ofendonte më keq se ç'ai bën. Kishte kapacitet. Në momentin që Ledioni përpiqej të kuptonte çfarë ishte për të inçestur. Kështu që s'ka se të jetë në lojë, po okay. Ma kupton. Dëgjoj, pastaj po ti ishe aq inteligjent, nuk mund të rrish pa kthyer përgjigje një komenti që të bëhet mos mu hill si majmuni nga dega në deg. Po, sjellje majmoneske, po. Ai është domethënë diçka, ishte pak e ai është, jo, ai është për të kuptuar dhe temperamentin e lojtarit. Pra, për ta kuptuar dhe publiku që ky lojtar vërtet është kaq inteligjent dhe kaq i zgjuar sapo bën këtë lojë dhe pas ka hyrë me një strategji kaq të fortë sa të çakurdoi gjithë shtëpinë, apo thjesht është ignoranca e tij, arroganca e tij që të nxjerrë nga vetja. Kjo më bën të ngrem një tjetër pyetje. Nëse kemi të bëjmë me një personazh ignorant, kush janë të zgjuarit? Selin padyshim ishte deri dje shumë e zgjuar kur donte t'i binte me atë Takën se ka ngelur mendja. Por sot është treguar Selin shumë e dobët, domethënë. Sa vete janë? 17-18 veta, vetëm Selin vetëm po shtohet. Jo, Mateo është një djalë që është me këmbë në tokë,
ka hyrë qetë në atë lojë. Personazhe të zgjuar që luajnë Të bukur. zgjuar, se është djalë i mirë. Mateo është djalë i mirë sepse ka kuptuar disa çfarë do publiku jashtë. Po themi që po luan në Big Brother. Strategji, pra pikërisht. Po luan ai se dhe me Brikenën, mirë keq, mënyra se si e bëri. Me apo pa strategji loje, e futi brenda all-in Mateon. Plus që ai ka hyrë direkt me Mirin dhe ka krijuar dinamikën. Kë ka përballë Miri që vlen përveç Mateos? Nuk ka asnjë lojtar kundërshtar tjetër përveç Mateos. Po Kristi ka dy prajme që është i shqetësuar të krijojë dinamikën me Inën. Do të dytin Mateon mbas Selinës, kur është Kristi një super personazh që mendoj që është i zgjuar vërtet. Kristi se ngatrova me Kesin, po. Okej, mirë, gjithsesi. Po Kristi ka një gjë. Atëherë, Kristi është vërtet më i zgjuari aty brenda, por strategjitë e lojës së tij nuk ecin përpara në mënyrë dinamike. E kuptoj. Pra nga një prime tek tjetri, ai është individual dhe individualiteti i atij në këtë Big Brother që është këtë vit, se ne kemi parë lojtar individual, po dhe ata kanë bashkëpunuar, pastaj kanë Diego Rrugës, njerëz që kanë pasur afër shumë individualist. Diku ka treguar ndër vite. Po pra, duhet të kuptoj këtë. Kemi ngelur domethënë nuk ka personazhe që udhëheqin këtë Big Brother apo ka një për herë të parë numër të madh personazhe që ecin gjithë për herë të parë Bigu nuk ka u bë muaj dhe nuk ka një lider shtëpie. Po pra nuk ka një lider grupi, nuk ka një kokë. Bigu ka treguar ndër vite që e fitojnë lojtarët të cilët janë shumë të vëmendshëm dhe marrin gjatë gjithë kohës fjalën në prime dhe kanë gjithmonë një pse ose një shpjegim. Për çdo gjë. Po, dhe kjo një nga ato është Selin edhe Kristi. Duam apo s'duam. Kristi për së vërtetë është ai që pyetet në fakt. Ja kërkojnë gjithmonë opinion. Eksakt. Ndërsa Selin e merr vetë opinionin për çdo gjë dhe ka gjithmonë një shpjegim për situata caktuar. Ajo është personazhe që flasin. Ajo është gjë më e mirë. Unë po pres akoma nga Miri sepse nga Miri më thënë rreth pres shumë. Pjekurinë e ka, moshën e ka, zgjuarsinë e ka gjitha, por nuk e di pse e ka këtë ngerçën. Ose ai është vërtet pastaj nga Selin, përveç Selin, kush është tjetër nga vajzat? Unë pëlqente shumë Lorna. Fatkeqësisht Lorna është jashtë, po themi. Po që nuk shikoj në një vajzë tjetër aty që mua të godasi, që të jetë aq i mpret, aq e vëmendshme lojë sa ta ketë më në lojë. Jemi ngecur tek Brikena, por jo sepse sikur Bigu në fillim kur nisi kishte më shumë debate mes vajzave, Po, është vërtet. Lorna i hapi debatet, fillimisht me Selin, pastaj me Brikenën e me të gjithë me radhë. Por ajo ndaloi aty pastaj. Por ajo që nuk mund të lihet pa komentuar është një treshe që do vazhdoj të jetë akoma dhe për një kohë të gjatë, më pëlqen reagimi i Meridianit. Po sepse është dramatike. Casey, Ina, Stelina, Ina, Plastelina, çfarë po ndodh? Filloi java me Lymin, Albën edhe Dolçen, filloi e martja me Caseyn, përputhen gjithmonë. Çfarë bën Stelina akoma në shtëpi? Pas kurse di Stelina do e dim ne. Ajo i shkon nga mrapa Casey. Në momentin që një mashkull thot o goc, më rin distancë, largohet dhe ti kur e shikon që puthet, nuk e di çfarë shpjegimi kërkon. Unë nuk e mendoj tamam kështu, domethënë mendoj që Stelina është vetëm me dobët në raport me ndjenjat që ka për edhe gomarin. Se ti thua që Stelina e do. Po, tani shiko, unë mendoj që sa jo nuk më duket vajzë budallaqe mua. E kupton, dhe përderisa një vajzë budallaqe nuk është, do të thotë që vetëm ndjenja e nxjerr budallaqe atë. Siç doli mbrëm në prime, se Stelina doli një budallaqe e gjysmë mbrëm në prime. Dhe unë nuk do i lejoja kurrë një burr, jo unë uroj goca, kudo që jeni dhe na ndiqni, dhe gra, që të mos lejoni kurrë një burr që ti thotë po ikese më ngele vje vërdall kështu edhe ti të rrish pa e kontestuar këtë gjë, qoftë edhe për sedër, për karakter. Stelina mbrëm ka pasur në dorë një trofe. Shumë për të pasur, është e vërtetë. Ta nxirrte si Casey, si Inën, ti nxirrte keq. Dhe nuk diti, pra në moment që ty t'jepet mundësia, ty t'u shtru komplet tapeti që ti të parakalosh dhe dalësh me vërtet dhe Queen. Dhe nuk dite. Nuk dinte. Dhe kjo do më thonë aty ai momenti për mendimin tim. Pyetja është pse nuk diti, pra ka kjo çdo dasar që ka emocion, ka ndjenjë dhe këto e frenojnë. A e do akoma dhe kjo mbase jep shpresë? A ka shanse që ky djali mund të bëjë një gjë që bëri para disa prime që s'kthehet prapë ajo? Sepse pa nga një herë mbytyja të çfokuson dhe të çorienton komplet. Ose ka edhe një variant tjetër që unë po e them, të tre janë super lojtar. Në kuptimin që po luajnë asnjëri nga ato nuk mund të duhet lojtar i zuar dhe inteligjent që të jetë aq i aftë të bëjë të lojë të tjerë. Ata vinë nga një shkollë e cila të mëson pikërisht këtë sjellje. Si të bësh sikur shkolla të mëson një sjellje, po shkolla nuk ta bën ty karakterin. Jo, shkolla përputhen. Po pra, po shkolla përputhen. Nuk është Big Brother. Nuk ta bën ty personalitetin dhe karakterin. Atë o e ke ose ke.
Pra ti sado nuk mund ta shesësh as personalitetin tënd, as karakterin tënd për një lojë qoftë Big Brother apo për puthën. Aq më tepër kur ti nuk ke Big Brother është një format. Nuk është se kanë shitur edhe Big Brother është një format që të tregon të zhveshur 24 orë përpara publikut. Kur ta tregon? Me të gjitha ngjyrat e tua. Dhe kushan, kesin e kemi parë ne kush është tani. Nëse tek përputhen dilte një orë aty në program, 24 orë ne e kemi parë në raport me Mateo, në raport me Vrenozin, në raport me Mirin, edhe kemi kuptuar qartë të gjithë si publik që është rasti i një djali narcisist, nuk është e padiskutueshme kjo gjë. Tani problemi në këtë treshë është Kesi. Po patjetër që problemi është Kesi dhe problemi janë vajzat si Ina dhe Stelina po ashtu. Dhe ato janë një problem më i madh se Kesi, sepse njerëz me tiparet e Kesi do ekzistojnë gjithmonë. Por vajza që i ndjekin, dhe ekziston në tipologji bad boy. Puthja që ndodhi mes Inës dhe Kesit, ishte për ta shpëtuar nga nominimi? Po nuk diskutohet fare, ishin kamerat përqendruara aty si një gjë. Dhe në fakt funksionoi, nxori jashtë një super lojtare si Lorna. Ndërsa unë mendoj që puthja ishte më tepër ishte një mllef dhe një inat që Kesi kishte ndaj Stelinës. Për mënyrën se si u sjell Stelina dhe që nuk e puthi si është zakonisht që do kjo marrja meshkujve nga inati që ajo puthje gjithsesi nxori jashtë Lornën dhe po këtu në fakt unë këtu do të shoh si lojtar këta personazhe. Për të kthyer mos tuaj nxori vetëm Lornën. Se treshja për puthën nxori jashtë edhe Senon. Dakor. Treshja do vazhdoj për një kohë gjatë, por këtë jam i sigurt që po. Nuk besoj se do vazhdoj shumë gjatë. Po Kesi është më sepse mbrëmu konkludua me Stelinën që duhet largohet tani sa ata janë të dy. Çfarë bëva ti mos e kemi parë ne këtë, po ndodh na ka gjetë ne që duhet analizojmë këtë Big Brother të këtij viti, domethënë. Ti ke limin që shkon ke Dolce, ndahet nga Dolce, shkon te për mua Dolce është ka një autore më skuthe. Dhe pra funksionon, dhe pse habitesh Dolce është viktimë e produksionit. Mirë, se mos ta kalojmë atje tek tjetër big ai. Tjetër big dhe tjetër koment ai do na ngatoj. Më duken një soi të dy tani, nuk e di pse po më duken të dy soi. Ka ca personazhe të vegjël, por të mëdhenj njëkohësisht, siç është Mali, po themi Angelo që Angelo nuk është. Domethënë mëdhenj që merr. Angelo nuk është. Stella. Kush është Angelo? Po pikërisht, me thënë. Stenaldo po, atë do të thoya. Pra tani se. Stenaldo. Mali, është se po luan, domethënë, nuk është se po luan. Artan Kola. E di se duket Altan, sikur gjithë në autobus. Tani ajo Joela kemi dashur që të dali Joela, po tani është bërë një shoqe shumë e mirë e shumë banorëve në shtëpi. Edhe në fundit është një model që duhet edhe ai e kupton Joelës me gjithë negativitetin që është aty brenda. Dua një koment për këtë çështjen Stenaldo Joela. Shiko, mua do të më pëlqente shumë që Joela mos ta shikonte Stenaldon si një person i cili ka një handicap, që është ai fakti që nuk shikon, por të shohë vërtet thellë brenda, po varet se sa idealiste është Joela. Vajza idealiste ka pak sot. Ajo vjen nga një histori që mund ta ketë bërë më emocionale dhe idealiste. Ti e përjashton mundësinë që mund të ketë një flirt. Në qoftë se kjo gjë nuk ndodh vetëm për shkak të handicapit të Stenaldos. Dhe këtë e them pa pikë në turpit fare. Sepse angazhimi i madh është të rish me një njerëz që duhet ta ndjekësh. Jam dakord. Ai është pavarur, ai është mësuar të jetojë si. Patjetër nuk diskutohet, po. Po opinioni fillon pastaj se si do reagojnë njerëzit e ne akoma jetojmë për opinionet e tjerëve deri. Ja, ai do ishte një shembull shumë i mirë në fakt Meridian, jo opinion për keq. Po, do ishte, po që ta mësoj opinioni pra që gjëra të tilla duhet jenë vlerat që po humbasin, e kupton çdo ditë. Shikoj, mendoj që është një personazh mjaftueshëm i Zotit për të jetuar i pavarur, dhe nëse ka ndjenja kapo, pastaj mbas është kjo çdo gjë. Por mua është personazhi më i formuar aty brenda. Nga ana intelektuale, për mua është më i formuar. Por më bëri përshtypje pse të dy ju për Angelon reaguat dhe thatë që nuk po luan, ose nuk e vlerëson. Angelon të betohem nuk e shoh fare në shtëpi më zero. Nuk e shoh Angelon edhe kaq sa lëvizi, se ju kundërvun dje në Prime, domethënë që ktheu pllakën dhe u bë me Mirin, e futi Mirin në lojë, nuk është se ishte në lojë. Kupton, akoma nuk e di as ku është, pse po e bën. Sot gjithë ditën nuk është dukur fare. Pra del pinjat e cigarën, bën atë xhirën, pra nuk është se ka nuk po krijon dinamika. Doja një koment për ka shumë nominime këtë javë dhe në fakt përpara se të hynim regjistrim po diskutonim që nuk kanë shumë sens mënyra si nominojnë banorët në këtë big dhe sikur nuk po ka shumë logjik. Megjithatë një grup prej 8 vetash mos gaboj, janë 10 të nominuar pa. Më shumë se gjysma e shtëpisë. Ke Angelën, Krujsitën, Rogersin, Artanin, Kesin, Malin, Mirin, Joelën,
Ke Gertën dhe Rogersi, Mateo. po padyshim që do ishte mirë të dilte Rogerti. Në një koment shumë të përgjithshëm, kush mund dalë? Unë mendoj që do jetë luftë e fortë mes Angelos, Jueles dhe Gertës. Angelo, Juela Gertë? Greta. Ti? Zonjë e ndërruar? Jo, patjetër që diskutojnë këta të tre dhe Angelo rri kot dhe më kot nga gjithë rri Angelo aty, por Rogertin do të dëshiroja që të ditë. Jo, nuk del Rogerti. Dhe unë mendoj që shumë herët për dalë Rogerti, por mendoj që mund të dalë, pavarësisht se... Nëse del Rogerti vetëm me zar shtëpi, me zar të zinë. Shiko, do ta shohim një çik deri në prime-in e radhës se si do të jetë performanca. Por në përgjithësi është bajate. Është një nominim me shumë banor. Dhe të vërtetën tash duam apo s'duam ne, me atë ignorancën e vet, zhurma duhet në shtëpi. Dhe meqenëse jemi thuajse drejt fundit, 2 komente të shkurtra ose një koment të përbashkët për 2 hyrje të reja, Baby G dhe DJ Gimbo? Gimbo, po. Po, DJ Gimbo. Unë do thosha që Baby G ka hyrë me vrull të madhe dhe ajo paga shumë si ai që thon Rogerti. Unë mendoj që në përgjithësi hyrja e banorëve të rinj çdo prime, pa një pauzë. Çdo prime, jo çdo një javë, çdo prime, pra 2, do të thënë hyrja, është një lëvizje shumë e shëmtuar për mua për Big Brotherin e këtij viti, por po themi që tani ajo dhe në këtë pikë me kaq shumë hyrje dalje sa ka ndodhur, nuk e ke të pamundur të krijosh dinamika të reja aty. Domethënë unë nuk e di njerëzit se futen më në këtë Big Brother të këtij viti. Më fillon problemi, domethënë çështja që këtu. Hyri dhe ajo performanca që bëri ajo disfavorizon personazhet e vjetër apo i ndihmon apo nuk kanë. Dëgjoj, jo, nuk i disfavorizon fare, Baby G hyri me një pompozitet shumë të madh. Jo, në këtë kuptim disfavorizon se banorët e vjetër mund të kenë krijuar lidhje dhe marrëdhënie me të tjerë, ju futen këta në mes. Ja u prishin këto marrëdhënie, duhet t'i ndërtojnë edhe një herë. Nuk besoj, deri unë kam parë Baby G-n par vjet tek ferma. Po. Hyri me të njëjtën energjish përthyes, unë mendova që kjo të bënte namin, e lidhi lojën e vet me flirte me Dionisin. Doli sepse filloi duke u shuar, duke u fikur avash avash. Kështu që mendoj të njëjtën strategji do ketë. Domethënë do shuhet shpejt, ndërsa DJ Gimbo duhet parë se sa i vëmendshëm ka qenë vjet për ndjekur lojën e Xhesit dhe për të parë do jetë i Zotit të mitojnë një çik. DJ zyrtari i Xhesit, po DJ zyrtar Xhesit. Dhe ngret për tu parë se sa do jetë sa ka qenë i vëmendshëm dhe inteligjent për të kapur nga loja e Xhesit vjet. Mendoj që ka hyrë vërtet për të luajtur apo është më shumë për të promovuar veten dhe po karrierën dhe gjithë këto po ti vesh re tash, po është bë trend, gjithë këngëtarët kur hyn kanë bërë gati një 4-5 këngë. Po pra. Dhe fillojnë të promovojnë, por kur hyn për mendimin tim duhet hyn all-in dhe duhet lozin. Sepse Bigu t'ja merr maksimumi kur ti shkon deri në fund. Kam një mbyllje shumë ekstravagante këtë herë, që do t'ju habis pak. Kush e fiton Big Brother? Jetë shumë mirë, është shumë e vështirë vërtet që të vendosësh një personazh këtë vit, sepse akoma s'ka shkëlqyer absolutisht asnjëri. Edhe në qoftë se Mirin që diskutuam gjatë bisedës së sotme, tham që shikoj fort është ai, por Miri nuk ka dizavantazhin që nuk argumenton sidomos në prime. Emrin. Po këtë them, dhe Selin e prishi, do i binte me takë, mbrëmë dhe sot shkoi foli me Rogertin, u dorëzua, u shkriti. Do më thëmë të thua Selin. Po ta fitoj Kristi. Ta fitoj Kristi Dreqe e mori se, e kupton, të paktën i tha ati Rogertit, ta marr biberonin, tha që kam, sa ta fus puq ke goja. Zotëri nderuar? Dëgjoj, unë duat pres edhe pak. Artani do vazhdojnë autobus, ai më duket sikur autobusin e parkon kollomar e filmeve. Unë jam për Selinën, në fakt, me thënë vërtetën. Për Selin sepse më pëlqen tash mënyra se sa e kujdesshme, sa vëmendshme është në lojë dhe si e ka prime gjatë gjithë kohës. Selin, ë? Selin. Po dinamik ka vetëm krevatin prapë, edhe i po ikën. Jo, nuk ka dinamik, jo, ajo ka gjithmonë. Ti habis pak për çdo, po. Unë them që fiton Brikena. Brikena? Bo. Mbretëresha. Që mos ta shohim më Bigun fare. Mbretëresha. Ose çuditni. Po e filloi historinë me Mateon, do të shpëndet Mileti dhe do bëhet një Luiz dhe Kiara e dytë. Kam një nuhatje që gjërat po shkojnë drejt ndërtimit të një imazhi të ri për këtë vajzën. Duket sikur Ledioni vetë do shumë, e pëlqen. Jo, nuk ka lidhje me këtë, po është një personazh shumë i marketueshëm në kuptimin e kësaj botës mediatike ku jetojmë dhe që mund të jetë një drejt një marketing shumë mirë. Sex bomb, i marketueshëm, për mua më televiziv është edhe Selin.
Është më duket më është më koket se Lin tani. Është më koket, po nuk është televizive si ajo. Ka të drejtë jam e drinë këtu. Të shohim si do shkoj. Ju dua shumë, ju falenderoj që na erdhët në Pozitik dhe shihemi në takimin tjetër. Hajde, pafshim, ciao. Ciao. Ciao.